Përshëndetje, natyrisht ne kemi bërë takimet e para, po përsëritën në emër të kryetarit të partisë. Doja të thoja që realisht ndihem jashtëzakonisht shumë mirë që më shngarkuar detyra që të pasoj punën e mirë që kanë bërë të gjithë kolegët në drejtim të Partisë Socialiste të Qarku Durrësit dhe padyshim punën fantastike që ka bërë Ani, edhe pse e rehet si thua në jetën politike, por shumë determinante në gjithë punën që ka bërë struktura e partisë në Qarkun e Durrësit. Rezultatet kanë qenë fituese. Vim nga disa gara fituese në Qarkun e Durrësit, por realisht kur do duhet që të analizojmë punën e çdo qelize dhe jo më pastaj punën e çdo njësie dhe punën e çdo partie bashkie që ne kemi tani në gjithë agjendën tonë të muajve në vazhdim, kuptohet që kemi shumë nevojë për procesin e vërtet të rienergjizimit strukturës sonë në të gjithë territorin. Kjo fazë do të jetë faza e kalimit të çdo organizate, antarësimeve të reja, për të futur në fazën e zgjedhjes së bashkëkryetarëve socialistë në çdo organizatë socialiste dhe për të mbyllur procesin me atë të zgjedhjes të kryetarëve në të tre njësitë tona. Pra kemi një punë shumë të rëndësishme për të bërë në ditët në vazhdim dhe për këtë duhet që gjithë secili nga ne në qelizën e ngarkuar të bëjmë maksimumin. Por padyshim më shumë për gjitha këto, fjalën do ja kaloj kryetarit të partisë që si gjithmonë në Durrës është më së i mirëpritur. Shumë faleminderit të gjithëve dhe më vjen edhe mirë edhe keq që një pjesë duhet rinë në këmbë, disa të tjerë kishin mbetur jashtë. Gjë që besoj tregon që partia këtu është e gjallë, është e motivuar, e angazhuar dhe dua ta filloj në radhë parë duke bërë një falënderim të posaçëm për Anin që tani unë të bëj timen, ty s'bën përshtypje, unë s'ka, ose bëj për ty fare, për Anin që mbajti një bar ekstra përveç detyrës kryetares bashkisë duke drejtuar Qarkun dhe për hir të vërtetës me natyrën e vet të përmbajtur edhe gjakftot arriti që ta administrojë si duhet në këtë periudhë edhe fal mbështetjes edhe ndihmës së tjerëve, ku në mënyrë të veçantë dua të falenderoj Klodin, e cila është tani më një shtyllë e pa tundshme dhe pa zëvendësueshme e Partisë Socialiste këtu në Durrës, pastaj edhe të tjerët deputetët më të rinj që janë bashkuar skuadrës së Durrësit për punën që kanë bërë dhe sigurisht që dua t'i uroj mirëseardhjen Blendit. Blendin ju e njihni mirë sepse ka drejtuar dhe më parë Qarkun, është tani më një veteran i skuadrës Partisë Socialiste edhe ka të gjithë eksperiencën edhe butësinë e nevojshme për të krijuar një atmosferë ashtu siç duhet për proceset që kemi përpara dhe natyrisht për zgjedhjet e ardhshme vendore, ku ne kemi të gjithë arsyet besojmë se duhet i fitojmë të treja bashkit, duke filluar natyrisht nga Durrësi, por deri atë ditë duhet edhe të bëjmë punët që duhet. Ndërkohë që ne kemi sot një moment historisë tonë ku për herë të parë, besoj unë, fati i buzëqesh shqiptarëve
pasi për herë të parë ne gjendemi në një pozitë ku të mëdhejt që na duhen i kemi të gjithë me vete. Dhe në ndërkohë kur ne duhet të materializojmë një ëndër të vjetër që ka qenë ëndra e të gjithë brezave për ta shkëputur përfundimisht Shqipërinë nga pika ku në vazhdimsi jemi gjendur në vështirësi të mëdha historike dhe për ta pozicionuar në anën e Europës dhe edhe zyrtarisht, jo vetëm gjeografikisht. Por nga ana tjetër ama, besoj ju kujtohet që unë e përsërisja në vazhdimisht që na duhet një mandat më i fortë se ky që kemi, se ai që kishim, për ta bërë realitet objektivin historik të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Sot Shqipëria duhet të vrapoj për mos e lënë të mbyllet atë derë që na është hap. Është hap një derë që s'ka qenë kurrë realisht e hapur për ne. Na kanë thënë ata gjithmonë, ne ju duam këtu me ne, do vi një ditë, po punoni. Kështu që ne duhet të bëjmë çmos, që të mos e lëmë derën mbyllet pa hyrë brenda. Dhe që mos ta humbim, duhet të konfirmojmë fuqishëm Partinë Socialiste në zgjedhjet e ardhshme, që janë më shumë se kurrë zgjedhje politike, nuk janë thjesht zgjedhje vendore. Duhet që Partia Socialiste të jetë shumë e vetëdijshme që fati e ka dash që të na bjerin ne në kuriz një gur kaq i madh për ta ngjitë në metrat e fundit dhe për ta vendosur në maj duke e vulos prezencën e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kjo është diçka që kështu e ka sjell rrota historisë dhe ne duhet vetëm të bëjmë atë që na kërkohet. Ta bëjmë këtë gjë realitet. Ne duhet ta kapim trenin e historisë patjetër. Nuk duhet të zgjadhem më shumë me fjalim. Dua që t'ju lë juve mundësinë që të bëni pyetje, të ngrini shqetësime, kështu që kush e do fjalën, bujrëm. Kush do çoj dorën e para, sipas dëshirës, për çfarë do qoftë që keni merak. Përshëndetje të gjithëve, quhem Meral Musabelliu dhe un kam dy pyetje. E para lidhet me procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian në arenën ndërkombëtare dhe e dyta lidhet me procesin e ndarjes territoriale administrative. Për sa i përket pyetjes së parë, doja t'ju pyesja, nëse forcat ekstremiste në Gjermani dhe në Francë do të fitonin zgjedhjet që do të zhvillohen në vendet e tyre, a ndikon kjo në procesin e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian? Dhe janë të vërteta lajmet që 9 shtete të Bashkimit Evropian kanë vendosur veton kundër procesit të Shqipërisë për t'u antarësuar. Dhe pyetja tjetër ka të bëjë me numrin e deputetëve në Parlamentin e Republikës së Shqipërisë, pra e lidhur me ndarjen territoriale administrative. A mendoni se numri i deputetëve duhet të reduktohet dhe pse mendoni që kjo duhet bërë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare? Faleminderit. Okej, të falenderoj. Tani, unë besoj që duhet ta shohim këtë çështjen e antarësinë në Bashkimin Evropian nga dy anët. Procesi i antarësimit ka një anë që lidhet me ne. Ka një anë që lidhet me ata. Dhe Bashkimi Evropian është si kjo këtu me 2 kate, me ndryshimin që ata në katë dytë nuk janë në kom, janë ullë. Dhe në katë parë është komisioni, është Brukseli, janë 35.000 punonjës atje që merren me të gjitha aspektet e Bashkimit Evropian. Që të gjitha, me të gjitha shtetet, me politikën e përbashkët për bujqësinë, për mjedisin, për
Edhe një pjesë e tyre, një seksion atje në katë parë, merret me vendet që duan të futen në Bashkimin Evropian, edhe ndjek çdo ditë ç'a bëjmë, si e bëjmë, edhe kjo është e lidhur me detyrat që ata na vënë. Dhe na ndjekin në proces. Dhe sipas atyre gjërave që bëjmë ne, ata çojnë letrën katë dytë, edhe thonë, këta i mbaruan këto detyra që kishin për këtë fazë. Prandaj, ne ju propozojmë, ne ju rekomandojmë që t'ja hapim negociatën. Ata në katë dytë tashti nuk shohin si ata katit parë. Ata në katit parë shohin detyrat. Kati parë si shkollë, kati dytë është si marrjen punë. Atje në katë dytë janë 27 shtete, që se cili për tyre duhet thotë dakord ose jo. Një mjafton thotë jo, nuk bëhet. Dhe jo vetëm për ne, po për gjithë vendimet që merr kati dytë, duhet 27 të jenë me imendje. Pse ky proces është shumë i rëndësishëm për ne pavarësisht katit dytë, sepse ndërkohë përmirësojmë Shqipërinë këtu. Të gjitha këto reforma, të gjitha këto procese e bëjnë Shqipërinë shtet. Dhe prandaj janë një ushtrim jashtëzakonisht i dobishëm për ne. Pra, bëhet Shqipëria si vend i Bashkimit Evropian. Tani, a mund të ndodhi që në 2027 politika në Francë të ndryshojë për keq në raport me këtë? Po mund ndodhi, shumë e mundur. A mund ndodhi që në Gjermani të ndodhi njëta gjë? Po mund ndodhi. Po ndërkohë kemi ne në një rrugë tjetër përveç se ne të bëjmë detyrat tona dhe të përmirësohemi këtu? Se në fundit përfituesit jemi ne këtu. Kështu që ne duhet jemi gati. Kjo është e rëndësishme. Dhe për këtë arsye, kur fillum negociatat, ne i hapëm të gjithë kapitujt në 11 muaj. Nuk i ka hap asnjëri 11 muaj, po i hapëm se ishim përgatit me vite përpara. Dhe ata thoshin pastaj, çudia e madhe, po Shqipëria sa mirë. Po sa mirë për na ka surprizuar Shqipëria, kur ti ç'a prisnim. Kjo e 9 shteteve pastaj është Barsalet, komplet. Barsalet që 9 shtete kanë vu veton. E para herë veton e vejnjoni. Për ne quhet veto. Tjetra pastaj është vot, s'është veto. Po që 9 nuk është më veto, është vot. Nuk ka fare. Tani cili është procesi tani aktualisht që flasim. Tani komisioni ja ka dhënë raportin, ka thënë këta janë rregull, i kanë bërë gjitha, jemi marrë vesh me këta, i kemi caktuar. Tani vinë ata nga kati dytë, çojnë ambasadorët në katë parë. Vinë ata poshtë, ulen me ne dhe me komisionin. Ne dhe komisioni jemi në një anë. Shtetet janë në anën tjetër dhe fillojnë pyetjet. Çohet njëri thotë, mirë, dakord kjo, po çka keni bëju ju për minoritetet? Për shembull, si do ta zgjidhni po? Çohet tjetri thotë, po mirë, si ta garantojmë ne që juve nuk do t'ju ndryshojë mendja për këtë punë? Çohet tjetri, edhe është pyetje. Janë disa raunde pyetjesh. Sot pash raportin për raundin e fundit që ishte bë, edhe pyetjet fillojnë, janë më pak. Kur s'ka më pyetje, dhe pyetjeve i përgjigjet komisioni, nuk i përgjigjemi ne. Ne na mbron komisioni aty. Mbaron kjo, besoj deri në fund prillit, fillim majit, dhe pastaj do dalë rezultati, pastaj do ndodhi siç ndodhi me bordin e paqes. Ju kujtohet që thoshin nuk ka ftesë. Unë e kisha ftesë. Nuk ka ftesë. Doli ftesat nesmen. Pastaj thanë, po kjo që e ka ftesë për shumë, s'e ka vetëm me këtij. Pastaj erdhi ai në Zvicër, unë shkova, isha këtu me vajzën e vet. Jo, shef, nuk shkoj se e ndaluan, se do ta kështu, ore jam me gocën, si. Pastaj shkova atje, pastaj than, i korruptum ky, i korruptum ai, iku Amerika. Tash i doli Gjermania. Më rregull. Erdhi maj, do e ngrenë flamurin gjermon shiak, ne? Dakor? Ngrenë flamurin gjermon aty ke lagje Lugina, e do i themi, hajde i këtu tash, se Mshiak ka një veto kundër negociatorëve. Hajde merr me Mshiakun. Çfarë bësh atyre? Kjo është historia. Po nuk ka si veto, s'ka si problem të kësaj natyre, është vetëm proces.
Kjo është për deputetët, pastaj unë mendoj që s'ka shqiptar që nuk është dakord që t'ulet numri i deputetëve. Megjithse edhe besoj që nëse ne çojmë 101 deputet, që mos ta mbajmë numër çift, që t'jemi gjithmonë me i tek, jemi më mirë. Besoj. A ka një merak tjetër për këtë punën e Amerikës e të Gjermanisë? Po, ibe pak vajzës. Përshëndetje, unë jam Teuta. Kisha një pyetje, a do ndikoj lufta në numrin e turizmit në Shqipëri? Në fjalë të turizmit që do vinë në Shqipëri. Do ketë? Unë besoj që lufta i ka dëmtuar shumë miqtan në Dubai, në Doha, në Abu Dhabi, në Riyadh, dhe ata, sidomos Dubai, turizmin e ka një anë, i ka dëmtuar shumë. Unë besoj që ka dëmtuar dhe Turqinë, se njerëzit janë dhe përsëris për fat keq, por kjo unë mendoj do përkthehet në më shumë njerëz që do vinë këtu. Se Shqipëria nuk ka arsye që çfarë do ndikoj këtu. Këtu vetëm luftë s'ka. Këtu ka sherr. Sa të dush, por luftë jo. Nuk besoj se ka ndikim, përkundrazi unë besoj që ka ndikim pozitiv për ne. Ajo që është frika më e madhe janë çmimet. Edhe nafta ju e pat vetë si kërceu në momentin që filloi lufta atje. Dhe u bë disa ta herë që ne kemi plan, tak, na deli gjë tjetër. Doli larg qoftë tërmeti, edhe pandemia, pastaj lufta në Ukrainë, çmimi i energjisë elektrike, tani kjo tjetra, çfarë temë është? Ishte edhe një tjetër që donte fjalë, po. Atëherë përshëndetje, një pyetje ka mundur si edhe kësaj rradhe shkoj më tepër se ç'ishte herë në fundit me votat flas. Në lidhje me endin e banesave, ndoshta është mundësia që ndërtohen pak më tepër edhe flas njerëzit që janë nevojë apo çifte të reja apo etj, kanë mundësi që ndoshta me çmimet që janë sot nuk blen dot shtëpi, po t'jepen mundësia nëpërmjet shtëpive që mund paguen avash. Unë vetëm këtë e kisha. Tashi, unë besoj që ajo që Durrësi ka nevojë është të ketë akoma më shumë investime, patjetër, dhe ne do bëjmë më shumë. Tani kemi diskutuar me Anin për të bërë dhe një program për parkimet nën-toksore ose dhe mbi toksore, sepse ka shumë nevojë për parkime këtu. Patjetër që do bëjmë edhe investime të tjera, ndërkohë që më në fund edhe ato problematikat që ishin me jo prona, jo porti, jo dreqi për marinën u zgjidhen dhe tani aty po punohet me ritëm. Edhe do jetë një e ardhur e madhe për Durrësin, ndërkohë që kemi edhe 2 projekte të tjera goxha të mëdha në Bregdetin e Bashkisë Durrësit që shpresoj të materializojmë shpejt, në mënyrë që të rritet edhe më shumë atraksioni i Durrësit për botën. Se këtu gjithë sfida është që të sjellim edhe një kategori tjetër turistësh, ata që shpenzojnë shumë. Jo thjesht ata që, shumë mirë janë, por nuk shpenzojnë shumë, që vinë me ato paketat e tjerë, patjetër që kanë atë rolin e tyre, por duhet sjellim turistë që shpenzojnë shumë, që lënë shumë lek këtu. Dhe për të bërë këtë na duhen strukturat që të jenë të gatshme që t'i sjellin marina, hotelet e kështu me radhë. Për sa i përket strehimit, është absolutisht një nga pikat më delikate të gjithë këtij zhvillimi, që si do të jepet akses më shumë njerëzve që punojnë, por që nuk janë të pasur në strehim. Pra, tani jemi në fazën kur
nuk kemi vetëm problemin e strehimit social, pra si të strehojmë ata që janë më të varfrit, por kemi tashti kemi hyrë në fazën kur duhet flasim edhe për strehimin e përballueshëm. Dhe jemi duke bërë një riorganizim komplet të gjithë procesit të politikës, edhe të procedurave dhe të politikës strehimit dhe të agjencisë. Kemi vendos dhe jemi vetëm i vend që e kemi për hir të vërtetës një 3% në taks për strehimin, vetëm për strehimin në lejet e ndërtimit. Edhe Bashkia e Durrësit ka potencialin që të krijojë të ardhura të konsiderueshme nga lejet e ndërtimit. Tani, ne do të mbledhim këto të ardhura në një fond vetëm. Pra nuk do t'ja, patjetër që nevoja për strehim në Tiranë është më e madhja, por nuk do t'ja lëm vetëm Tiranës, po themi. Ndërkohë që kemi një bashki tjetër, që juve s'ju shkon mendja ndoshta, që është bashkia e dytë mas Tiranës për të ardhura të vetat, që është Imara. Pse? Se në Imara ka shumë projekte ndërtimi, por Imara nuk ka nevojë për strehim. Pra Imara e merr atë 3% plus, se taksa është 8 plus, po Imara merr 3%, po nuk ka nevojë për strehim, sepse Imara nuk ka problem njerëz që duan të blejnë apartamente për të jetuar. Kështu që do krijojmë fondin e përgjithshëm dhe janë disa formula që do fillojmë të lehtësojmë marrjen e shtëpive nga ata që janë në punë, që kanë një pagë etj, që janë të ri, që kanë disa parametra, por që prapë se marrin dot shtëpinë. Dhe për këtë dhe shteti do vendosi disa garanci bankare, ndërkohë që kemi filluar për shembull me kredi me 0 interes për mësuesit, për punonjësit e policisë, për ushtarakët, kemi filluar një program. Këtë vit ishte viti i parë dhe funksionoi, po mësuam dhe ne ca gjëra më mirë. Këtë vit do ta zgjerojmë, kështu që kemi filluar këtë proces, sepse është realisht problem. Kjo temë është temë shumë delikate, shumë e prekshme, shumë e mprehtë dhe ne do fillojmë të trajtojmë, po do duhen vite që gjithçka të shkojë aty ku duhet. Ndërkohë që do hapen perspektiva për këtë, patjetër. Ju falenderoj shumë.